Kombëtar. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani pas ditës sot ka udhëtuar drejt Shkodrës në Shqipëri ku edhe ka zhvilluar takime e mori pjesë në disa aktivitete. Nëse e ka përfunduar apo jo vizitën e saj si dhe si shkoi, ajo do të mësojmë më shumë detaje nga lidhja e drejt për drejt që të kemi me kolegët tanë nga Shkodra. Kastriot Tahiri, mirëmbrëma dhe të lutem na sjell një rezume themi ashtu të kësaj vizite të presidentes në Shkodër. Presim që në momentin e parë që do ta ketë zërin dhe të kuptoj që e ka linjen, të filloj që të na tregoj rreth vizitës presidentes Vjosa Osmani në Shkodër në prag të festës së flamurit kombëtar. Atëherë Kastriot, po dëgjohemi tani. Po. Atëherë pra jemi këtu nga Shkodra, pasi që tashmë veç se siç po shihet ka përfunduar edhe koncerti parapar për 27 nëntorin, pra një vendim, pra një fest që nesër pritet të mbahet këtu edhe një tjetër aktivitet, megjithatë një aktivitet i fundit për ditën e sotme ishte këtu mbrapa meje në sofrën më të madhe, në sofrën gjigante që kështu quajti edhe i pari i bashkisë, i cili kishte përgatitur enkas këtë sofër për të parën e shtetit të Kosovës, pra Vjosa Osmani, e cila sot erdhi në vizitë në Shkodër. Vizita e saj fillimisht u bë pasi që e njëjta kishte përfunduar aktivitetet në Kosovë, pra përnder të 28 nëntorit, e siç e tha edhe për datë kjo që në veten mban pra një sër festash edhe për Kosovën, por edhe për shqiptarët tani mban vendit. Me të përfunduar vizitën në bashkinë e Shkodrës, e njëjta u drejtua në përsheshet, duke ecur kështu dhe duke u fotografuar edhe me qytetarët të cilët her pas here ndalnin dhe u fotografonin me të dhe duke i falënderuar për gjithë kontributin e saj dhe për vizitën e saj që erdhi këtu në Shkodër. Me të përfunduar edhe këtu, ajo vazhdoi në Muzeun e Kujtesës, në të cilin pra u takua edhe me krerët fetar, të cilët pra ndan nga vetja edhe përvoja personale, sidomos në Burgun, ku në vitet e 70-ta pra kishin pasur familjarë edhe të përgosur. Sido që tjetë, ajo vazhdoi takimet edhe me intelektualet gratë të Shkodrës, e më pas krejt në fund pra erdhi këtu në sofrën shqiptare, në të cilin pra u servua që nga rakia e deri tek ushqime tradicionale shkodrane. Megjithatë, me të përfunduar këtu aktivitetit, u mbajt edhe koncert në të cilin përveç këngëve të vjetra shkodrane u përformua padyshim edhe kënga Mora Fjalë nga Shkurtë Feza, e cila kishte ardhur enkas këtu për të përformuar këtë këngë. Sido që tjetë, në prapa meje është mbajtur edhe një fjalim nga presidentja Vjosa Osmani, po ashtu edhe nga ministra e punëve të jashtme Elisa Spiropali, e cila në fjalimin e saj përveç se i vurri një tekst të veçantë bashkëpunimit Kosovës dhe Shqipërisë, duke thënë se janë dy vende si motra, ajo se la pa përmendur edhe krerët në pa përmendur edhe krerët në Hag, të cilët sipas saj janë duke u gjykuar padrejtisht. Kështu pra ishte një ditë në të cilën pra vetë se vizitoi Vjosa Osmani këtu në Shkodër dhe kaq nga kjo lidhje direkte. Faleminderit Kastriot për të gjitha këto informacione.